Barazinë gjinore tashmë e dëgjojmë gjithkund, pasi çdo gjë varet edhe nga barazia gjinore, por edhe si ne zgjedhim ta jetojmë dhe ta zgjerojmë këtë temë. Duke vepruar të dyja gjinit, mund të nxjerrim diçka shumë të mirë në dritë dhe gjithçka lidhet me punën në grup. Unë mendoj se djemtë dhe vajzat në sport nuk trajtojnë një lloj. Dhe kjo gjë nuk është fare e drejtë sepse edhe vajzat po ashtu si djemtë, edhe ato kanë të drejtat e tyre për të luajtur dhe për të argëtuar. Edhe po të mos dinë, ato duhet të mësojnë dhe duhet të kenë mbështetje nga profesorët në radh parë që të vazhdojnë me tutje. Unë mendoj që çdo lloj sporti mund të luhet edhe nga djemtë edhe nga vajzat, mjafton të ketë energji dhe dëshirën për të luajtur.